Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka mirëpritur largimin e 50% të masave ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës, si dhe paralajmërimin se në muajin janar të njëjtat do të hiqen në tërësi. Ne e mirëpresim vendimin e Bashkimit Evropian për të hequr masat që ishin vendosur Kosovës. Ato ishin të padrejta që në ditën e parë, sepse së pari institucionet e Republikës Kosovës nuk ishin shkaktare të eskalimit të situatës në 4 komunat në veri të vendit tonë, dhe së dyti, sepse deeskalimi i situatës ishte pikërisht merit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ai shtoi se shpreson që edhe ish opozita t'ia heqë masat Kosovës. E megjithë këto, gjatë gjithë kësaj kohe, nuk kemi qenë asnjëherë të hidhruar me Bashkimin Evropian. Kemi mbetur plotësisht të përkushtuar ndaj integrimit evropian për përmbushjen e kritereve për antarësim dhe për të vazhduar si aleat dhe kampion të vlerave demokratike. Por më duhet të them edhe diçka. Republika e Kosovës, masat më të mëdha financiare, nuk i ka vuajtur nga Bashkimi Evropian, por nga opozita parlamentare. Në muajin e kaluar, përkundër insistimit tonë, Kuvendi i Republikës u shpërnda pa u votuar plani i rritjes së Bashkimit Evropian në vlerë prej 880 milion euro dhe 3 marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë mbi 120 milion euro, pra mbi 1 miliard euro gjithsej, në mungesë vullnetit dhe të votës së opozitës. Andaj uroj dhe shpresoj që pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit dhe konstituimit të kuvendit, edhe opozita e tanishme t'ia heq masat Kosovës. Pavarësisht masave nga BE-ja, Kurti tha se nuk kanë qenë asnjëherë të hidhruar me Unionin Evropian, por kanë mbetur të përkushtuar ndaj integrimit dhe përmbushjes së kritereve për antarësim.